dashur, kemi mbritur pikërisht në momentin që besoj edhe ju me zi e pristi për të marrë një sugjerim të ri nga shef Titi. Mirëmëngjesi, Titi. Besoj të ka me energji apo jo edhe sot. Nuk mungojnë, aq më tepër, por do të kënaqim gjithë ato publik që na ndjek. Çfarë do ta servirë sot? Pastiqe. Është një nga të preferuarat e mia. Unë për këtë recetë kam para përgatitur makaronat e zira. Sigurisht, për të lehtësuar punën. Nuk është treguar dikujt se zihen makaronat me shumë pak krip, edhe vaj, makarona trumullakta këtë radhë. Kemi 6 kokra vezë, kemi 4 luk miell dhe kemi 150 gram gjalp të ndara në 2 pjesë, një që na duhet për bashamelin dhe një do na duhet për makaronat të djathin, pa krip dhe 1 litë qumësht. Shumë mirë. Atëherë hedhim gjysmën e gjalpit ke makaronat e zira, pakës krip, djathin, që e kemi kryer të ime. Atëherë kemi hedhur gjalpin, djathin, edhe 2 kokra vezë. Do t'i hyjmë vezët tek e pjata këtu për arsye mos ta vinë nga ato ciplet. Ta. Se duhet punuar dhe me kujdes. Këtu e heqim, nga tjerë është vështirë. Ta marrim të gjithë vezën. Po, mos lëm asnjë pikë. 100 lekë vezë. Gjithë 100 lekë. Ja. Atëherë kemi gjysmën e qumshit. Po. Këto jemi mirë, më duhet. Ja, edhe pak. Kalojmë ke bashameli vetë? Po, Kemi ndezur sopën. Hedhim gjalpin pra të fare. Gjysmën e gjalpit, pra 75 Që i kishim darë që në fillim. Dhe presim të na shkri pak. Okej, mielin. Gati e kemi. Do bësh gati pa krip. Dhe besoj qumshi duhet gati pjesa Dhe tjetër. qumshi. Më ndihmo me qumshin të Ta hedhim gradualisht? Po, ide. Bonja. Beshameli të bën nga fiskultur mirë. Ha, Ta edhe pjesën tjetër. një dhe pjesën Të tjetër. gjithë? Pa frikë. S'ka më. Ka Ja. ngene 2 pika. Kremoze duke, po ndoshta do dhe pak, apo jo? Edhe pak. Këtë të trashë Pra pak që më beshamel. shumë. Ta. Në 2 kokra vezë, ke pjata. Bë gati dhe qikë tepsin, të lutem, Stella. Vezët duhen rrahur? Do i rrafim këtu bashkë me bashamelin dhe do marri një ngjyrë. Jo, atje. Atje, okej. Të lirë atje Tas se të duan erdha. Çfarë kremi? Ha? Po që ka e thjesht, se lem gati në e abitshme. Unë se dija që mund të bëhet edhe. Gotës me lekti? Po.
Okej, Stella. Gati. Të shi do më edhësh Vezët? vezët një nga një. Vezët do t'i rajnë, ti kam bërë gati. Atëre, do rrafim vezët. Pa. Du të punua shpejt se bëhet për të skuq. Palestra, vazhdo t'je pasë për palestra këtë më duke. Strategji e jotja. Atëre. Beshameli u bë, është gati. Atëre, gjithë masën e makaronave. Tava pjekës. Është Goxha tavë pastice fiks do të shijojmë. për një pako makarona. Dhe do edhim gjysmën e beshamelit. Gjysmë? Dhe do e përzjejmë. Okej. Tani është dora e fundit, para furrës. Na doli goxha mas beshameli. Jo pak. Këtë nxerë është nga goxha e lehtë. Atëre, E përhapim si një shtres. simulatorët me mistri. Po. Të vezën të thuj? Po. Ju që bërë ti një punë me Po, pra. Stella. Më të vështirën madje. Besoj se kjo është përzierja e fundit. Kej pa Do vetë pa se ti krip, di a? që... Pa pak krip, asgjë s'bëhet në kuzhinën tonë. Kjo është dora e fundit, më duket. Në travët. Bëmi të apim vezën. E ndihmon në skuqjen vezën si për? Veza jep një kore Krijon atë të petën lehtë. e lehtë. Ja, pastica u bë, është gati për furrë. Për pjekje. Në 200 gradë për rreth 50 minuta. Okej. Ura besoj. Është një. Gati në 200 gradë. Do ta duhet të presim goxha 50 minuta, por rëndësishme që në fund t'ja vlej. Një kafe na duhet. Po. U bë pastica jo. Daneli do ta dashuroj këtë lloj pastiqe. Dhe është fantastike, ka krijuar dhe korën e duhur. Ne do ta duhet ta presim të ftohet. Të ftohet se Kështu pastaj një pjesë të përcollohemi. Të lumshin duart. Atëre, E kemi gati. kjo ishte mënyra se e kam në thënë. Nuk jam shpikun. Sigurisht. Është një Por ti recetë ti ta realizosh siç duhet. Nga visat tona është gatim shqiptar besoj. Kështu që do të na shijojmë patjetër. Minuta kohësh. Mirupafshim.